Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi, Programi i përbashkët me zhvillimet që te kalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, të Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radios Malizi, kudo që po na dëgjoni përmes frekuencave të 4 radiove tona publike apo në platforma tjera në internet. Unë Mirvete Uka këtu nga studio e Radio Kosovës, që do të drejtoj këtë emision. Kemi zgjedhur sot bashk të flasim për rëndësinë e vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive. Si shkas unë për këtë propozim mora rastet e fundit të fruthit tek fëmijët në Kosovë, sado që numri nuk është i madh, por na jep edhe një alarm për rëndësinë e vaksinimit. Dhe për të folur për këtë temë, unë kam ftuar këtu sot doktorin Faik Hoti nga Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës, doktor mirë se erdhët, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë. Do të lidhemi me Radio Tiranën me kolegun tim Jaho Margjeka, ai ka ftuar profesor asistent doktor Dritan Ulçinakun. Jaho, përshëndetje për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje Mirvete për ju, për të ftuarin tuaj, për kolegët në Shkup, në Podgoricë, për të gjithë dëgjuesit që po na ndjekin momentalisht në Pakufi, siç e thatë edhe ju, këtu në studion e Radio Tiranës. Unë tani jam me profesorin asociuar doktor Dritan Ulçinaku, në drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Tiranë, pedagog, profesor doktor Ulçinaku, faleminderit shumë që erdhën sot në Pakufi për kontributin që do të jepni sot në këtë emision. Faleminderit për ftesën, shkëlqësi të japim ato disa informacione që mendoj që janë të vlefshme për publikun. Faleminderit shumë. Po, Mirvete. Ju faleminderit Jaho, falenderojmë shumë doktor Ulçinakun që është sot me ne në studion e Radio Tiranës dhe do jap kontributin e tij dhe do lidhemi menjëherë me Radio Shkupin me kolegun ton me Medali Jusufi. Ai ka në studio doktor Fadil Canën, drejtori i klinikës infektive në Shkup. Përshëndetje me Medali për ju dhe doktorin në studio. Përshëndetje Mirvete, përshëndesim të gjithë dëgjuesit që aktualisht janë duke na ndjekur, siç potencove i ftuar në Radio Shkup është drejtori i klinikës infektologjike këtu në Shkup, doktor Fadil Can. Doktor, mirë se erdhën në Pakufi. Në fakt të urojmë edhe postin e ri që jemi parë modi prej kohës Covidit, po Mirvete, faleminderit. Ju falenderoj shumë me Medali juve dhe doktorit në studio, ndërkaq kolegja jon Vera Gojçaj në Podgoricë në studion e Malit të Zi ka përgatitur një kronik për këtë temë duke biseduar me doktor Kristian Lulxhurën. Kronikën e përgatitur do ta transmetojmë ka gjysmë emisionit pasi veç tu kemi dhënë rastin për një diskutim të të ftuarve në 3 studio tjera. Do nisim bisedën këtu me doktor Faik Hotin. Doktor, unë sigur e thash në fillim, mora si shkas propozimin e kësaj teme rastet e fundit me fruthën në Kosovë, u shfaqën në 3 komuna, ndose fatmirësisht nuk ishte numër i madh i rasteve, po ishte edhe një alarm për rëndësinë e vaksinimit. Do flasim fillimisht për këto që pastaj të dalin atë përgjithshme në rëndësinë e vaksinimit. Si po shkon situata me këtë? Sigur e thasë edhe jo, së fundi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë ka regjistruar 23 raste të fruthit, janë raste të reja, të cilat janë të paraqitura kryesisht me një dominim të grup mosha 1 deri në 2 vjet. Dhe për neve ishte pak befasi, për shkak se vitet e fundit kemi pasur një shkollë jashtëzakonisht mirë të vaksinimit me vaksinën kundër fruthit dhe si pasojë e thashë thëmeve të ndryshme, dezinformimeve apo keq informimeve që janë mëse të shprehura në veçantë në rrjetet sociale, kishim vërejtur një rënje të interesimit tek prindërit për të vaksinuar fëmijët me vaksinën kundër fruthit, pikërisht duke lidhur atë me konspiracione të ndryshme dhe me një ndërlidhje të paqëndrueshme që shpesh është diskutuar që bëhet lidhja mes autizmit dhe fruthit. Megjithatë, ne si Institut Kombëtar i Shëndetit Publik ndërmarrëm masat e duhura, i gjetëm rastet e infektuara, zbuluam kontaktet e tyre dhe tashmë kemi një situatë le të themi të kontrollueshme, mirë po ne gjithsesi e konsiderojmë si serioze sepse kemi konsideruar që jemi një vend
i cili ka bërë shumë në luftën kundër sëmundjeve, vaksinë preventabile dhe nuk ishte mbas e nevojshme që të ballafaqohemi sërish me rastet e frutit. Le ti kujtojmë dëgjuesit tonë që edhe në janar kemi pasur disa raste, kanë qenë 5 raste, mirë po ato ishin raste kryesisht të ndërlidhura me një rast të importuar të frutit, por sido që tjetë, ne po punojmë në terren me ekipet e epidemiologëve, me një intensitet shtuar me njësitë e vaksinimit në qendrat rajonale të shëndetit publik dhe mund të themi që situatën e kemi në kontroll dhe ndoshta ajo që mund të konsiderohet e mirë në këtë të keq është fakti që rastet të cilat u bën publike ngjallën një interesim të madh të nënave, prindërve për vaksinimin e fëmijëve dhe ne pranojmë çdo ditë thirrje për marrje të informacionit për vaksinim dhe kjo është ajo që për na shërben si një e mirë në këtë situatë që të përforcojmë ato segmente të cilat duhet përforcuar dhe shkollën e vaksinimit me këtë vaksinë, sepse me tjerat nuk kishim ndonjë ndjeshmëri apo ndonjë rëndë të theksuar ta ngrisim në nivelet siç ka qenë para pandemisë, kur shkolla e vaksinimit kundër MMR, me vaksinën MMR ka qenë 95%. Përgjithsisht ne kemi një program të zgjeruar të imunizimit i cili shkon jashtëzakonisht mirë, madje jemi shumë të lumtur që si vjet është duke shkuar jashtëzakonisht mirë vaksinimi kundër human papilloma virusit, me që rast kemi përfshirë në vaksinim edhe djemt e klasës 12 vjeçare, diçka që vitin e kaluar ishte vetëm me vajzat, dhe për 5 muaj të këtij viti ne kemi arritur shkallën 78% të vaksinuarve të atyre që i kemi cak për të vaksinuar, që do të thotë që si vjet presim ta realizojmë këtë deri në shkallën 90%, ndërsa të kujtojmë që vitin e kaluar që ishte viti i parë i fillimit të vaksinimit apo të aplikimit të HPV vaksinës e mbyllëm me 85%, që për një vend që rishtazi e bën këtë vaksinë të aplikueshme është një sukses i madh. Me që veç dolet aty ku kisha menduar me vonë t'ju bëj pyetjen, po vazhdojmë përsëri. Kjo ka qenë diçka e re dhe po e thoni se është e suksesshme, ka pas sukses në bindjen e njerëzve, sepse ka pas hezitime edhe këtu për shkak të moshës, ndjeshmërisë, efekteve, kundër efekteve. Ishte e re për vendin tonë, por natyrisht jo vjetër për vendet e tjera, sepse kjo në vendet e tjera aplikohet që nga viti 2005, por paraprakisht para se ta fusim vaksinën në aplikim, ne zhvilluam një fushat shumë të mirë të informimit me prindër, me kujdestar ligjor, dhe në momentin që filloi vaksinimi pothuajse të gjithë ishin të informuar me rëndësinë e aplikimit të kësaj vaksine. Natyrisht që kishte hezitime si ka dhe për vaksina tjera, aq më tepër që aplikimi i saj ndodhi në një periudhë post-Covid, le të themi, kur kishte një lodhje të popullatës nga Covid, kishte edhe vaksinim, u bë mjaft keq informim, ishte ajo infodemia e pandemisë, mirë po përgjithsisht parashikimet tona janë plotësuar sepse ne kemi pasur për cak që të arrijmë 90% të vajzave të synuara që t'i vaksinojmë, ndërsa në diskutimet që kishim me partnerët tonë, me organizatën botërore të shëndetësisë, UNICEF-in e tjerë, parashikimet e tyre ishin shumë atzymta, do të thotë nuk prindin një shkallë vaksinimit këtë nivel në Kosovë, duke qenë që kjo po ndodhte në një periudhë kur kishim një lodhje të popullatës, le të themi, nga dezinformatat e shonta edhe nga ajo lodhja pandemike. Sidoqoftë, ky vit është duke shkuar mirë sa i përket HPV vaksinës, por fokusi këtyre ditëve i Institutit Kombëtar mbetet te fruti, sepse dëshirojmë që çdo fëmijë ta vaksinojmë me që kemi këtë mundësi, kemi këtë armë të luftimit të kësaj sëmundje dhe këtyre ditëve është ka punuar intensivisht me kopshtet e fëmijëve, sidomos në sektorin privat, për të verifikuar kartilën e vaksinimit të çdo fëmijëve dhe asnjë që i takon grup moshës që dua ta marr dozën e parë apo dozën e dytë të mos e huq atë, sepse çdo dozë humbur përbën një lloj rreziku, një lloj kërcënimi për shfaqje të rasteve të reja dhe për hapje. Ajo që kemi vënë theksin këtyre ditë është informacioni i drejtë, i dorës së parë dhe të vetëdijsimi i prindërve për ta kuptuar që në rastin e frutit nuk kemi të bëjmë me një sëmundje të lehtë siç mund të interpretohet nga dikush, por është një sëmundje mjaft serioze dhe cila mund të jetë problematike siç është në shumë vende të Evropës, tash në Francë, në Rumani, madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka një shpërthim të madh. Në rastet e para, doktor, të paraqitjes së frutit, kur dolet me komunikatën e parë dhe pastaj ky numër u rrit në 21, nëse nuk gaboj kanë qenë raste të fëmijëve që kanë qenë të pavaksinuar. Po pastaj me që kjo është ngjitse dhe fëmijët sot kanë kontaktet në kopsh, në qerr dhe nuk është si dikur fëmijët të mbajtur të mbyllur në shtëpi dhe një ambient krejt tjetër. Pastaj është demografia, lëvizjes së njerëzve nga fshati në qytet, nga shteti në shtet dhe gjitha këto. Si kanë variuar rastet
tjera pastaj. Sa është rrezikshmëria? E di që e kanë kërkuar dhe prindërve u kanë kërkuar edhe dokumentin për fëmijët e vaksinuar në kopshte që gjithsesi janë të vaksinuar. Aktualisht këto 23 raste të regjistruara dhe të cilat janë të konfirmuara vijnë nga 7 komuna të vendit tonë, shumica prej tyre janë nga komuna e Ferizajt, që ishte si komunë e parë ku kanë pasur lidhje familjare apo? Po, mund të themi që të gjitha rastet kanë lidhshmëri me rastet e fëmijëve parashkollor, të cilët rezultuan pozitiv në Frith në një kopsht privat në Ferizaj. Do të thotë nuk kemi asnjë rast i cili nuk e ka ndërlidhjen me këto raste të cilat u shfaqen më herët. Ne kemi pas tash edhe më parë në janar raste të importuara, mirë, po kanë qenë raste të ndërlidhura me një person i cili kishte qenë në Novi Pazar dhe atje kishte marrë infeksionin, i cili pastaj u përhap edhe te disa fëmijë të komunitetit Romashkali. Mirë, po u lokalizuan shpejt kontaktet, u bë zhurmimi i duhur dhe tash jemi në një fazë kur po punojmë më tepër në edukim dhe promovim mënyrë që informacionin për vaksinën ta mbajmë sa më aktual dhe prindërit të jenë vetëdijshëm që mënyra më e mirë për të mbrojtur fëmijët e tyre dhe për të siguruar një tarmë të shëndetshme është vaksinimi. Cilat janë sëmundjet më të rrezikshme për të cilat duhet jemi shumë të kujdesshëm? Nëse i shohim kështu si kategori të përgjithësuara, themi që në Kosovë dominojnë sëmundjet e sistemit kardiovaskular, sëmundjet maline, sëmundjet obstruktive të sistemit respirator. Mirë, por nëse e kalojmë në kategorinë e sëmundjeve infektive, ne aktualisht si rrezik më të madh shohim frutin, kemi raste sporadike shembull të etheve hemorragjike që janë tipike për këtë sezon. Kemi raste të gripit, të cilat janë mjaft theksuara dhe për këtë arsye edhe kundër gripit sezonal kemi bërë një fushat fuqishme në mënyrë që të arrisim shkollën e vaksinimit, por përgjithsisht momentalisht nuk kemi ndonjë kërcënim të përmasave serioze, diçka që mund të na dalë jashtë kontrollit, mirë, po sëmundjet infektive kanë elementin e befasisë, din të riciklohen dhe ato mund të jenë një problem i përhershëm për shëndetin publik. Ne ende kemi raste të tuberkulozit, të cilat duhet të trajtojmë me seriozitet dhe sëmundje tjera infektive, sepse vendi ynë brenda vitit regjistron dikon prej 20 deri 25.000 raste, por po punohet përmes programeve të edukimit dhe promovimit shëndetësor, përmes vaksinimit dhe masave tjera në mënyrë që ato sëmundje të cilat janë të parandalueshme përveç vaksinimit të ndodhë kjo, sepse ne nuk kemi momentalisht ndonjë armë të mirë se sa vaksinën për të parandaluar ato, edukimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës për rëndësinë e shëndetit. Doktor, të falenderoj shumë, ne do të kalojmë tani mikrofonin në studion e Radio Tiranës dhe më pas në tek Radio Shkupi për të dhënë hapësirë doktorëve në studiot përkatëse. Jaho? Faleminderit vetë, faleminderit ju edhe të ftuarit tuaj. Vazhdojmë bisedën këtu në Radio Tirana me doktor Dritan Urqinakun dhe më njëherë do ta pyes doktor Dritanin për atë se si e kemi situatën e vaksinimit të popullatës, duke pas parasysh rëndësinë e madhe të kësaj mase parandaluese ose detyruese për shumë sëmundje që kanë efektet e tyre në vimësinë e jetës së një individi. Doktor Urqinaku, dhe njerë faleminderit shumë që jeni me ne. Duke përsyrë fjalët tuaja, faleminderit edhe nga ana ime për mundësinë që të transmetojmë publikut. Duhet të filloj me këtë falënderim sepse vaksinimi ka qenë dhe është një nga shtyllat kryesore të shtetit publik ndër vite në të gjithë globin. Falë vaksinimit, jetësia në të gjithë botën është rritur jo me muaj, por me vite. Pra, nëse flasim me shifra konkrete, nëse jetësia e Shqipërisë ta zëm në vitet 1900 ka qenë diku tek 50 vjeç, sot flasim për një jetësi mesatare 77 vjeç dhe kryesisht kjo lidhet edhe me eliminimin ose me mungesën shumë të madhe të sëmundjeve infektive të shkaktuara nga vaksinimi i popullatës. Por në ditët e sotme ne kemi sfida të reja. Kemi pasur një periudhë shumë të mirë në aspektin e shtetit publik, gjithmonë flas kohën e komunizmit, sepse aty ishte një vendim, një lider dhe nuk kishte shumë diskutime kush duhet vaksinohet, kush nuk duhet vaksinohet. Gjëra të detyruara. Ndërsa sot kemi shumë grupe vulnerable të cilët kanë filluar me të drejtë të diskutojnë edhe efikasitetin e vaksinimit dhe pasojat kanë filluar edhe të ndjehen. Unë dëgjova kolegun nga Kosova, nga Kosova që kishin pasur raste me fruth, edhe ne kemi pasur raste dhe
dhe tek tuk dalin raste me frut, dhe kjo vjen si pasojë sepse ka filluar disa grupe, disa individ të cilët duan ta shtyjnë në rastin më të mirë vaksinimin e frut ruborolit dhe paratitit, i cili bëhet në moshën 1 vjeçare, dhe në rastin më të keq nuk duan të vaksinojnë fëmijët fare nga kjo vaksinë, ku ka dhe individ të cilët nuk refuzojnë në mënyrë kategorike edhe të gjithë kalendarin e vaksinimit. Pse mund vi kjo, doktor? Edhe për arsye religjioze, edhe për gjykime, edhe njëherë ato justifikojnë edhe me disa besytni të tyre, por edhe me një predikim fetar, pa diskutim që arsyeja kryesore është mos besimi kundrejt vaksinave, sepse për hir të vërtetës sëmundjet infektive sot janë shumë të rralla ato që mbrohen nga vaksinat. Dhe nuk duke mos pasur një shembull se çfarë mund të shkaktojë mungesa e vaksinimit, ato thonë pse ta vaksinoj. Sepse në fundit dhe vaksina është një trup i huaj në organizëm, dhe kjo është e vërtet. Por duke pasur parasysh që ti mund të përballesh nesër me një virus të egër të azent të frutit, i cili mund të marrë edhe jetën e fëmijës tënd, i cili është shumë të dëshirueshëm, atëherë nuk duhet ta diskutosh fare se tush një efekt minimal që mund të shkaktojë kjo vaksinë i cila merret në Doktor, çfarë mund të ndodhë një individi, një fëmijë në rastin konkret nëse nuk e merr këtë vaksinë për cilin ju po flisni? Ajo që mund të shfaqë është që mund të bë në kontakt me individë të cilët janë infektuar nga fruti, mund të infektohen dhe mund të ketë edhe pasojë edhe vdekje, pra flasë për pasojën maksimale. Ne kemi pasur edhe raste vdekje në vendin tonë. Kemi pasur pa diskutim që që ka kaluar rënd për janë shëruar, po thash kemi pasur raste fatale të cilët për fat keq nuk kanë qenë të vaksinuar. Pra kjo është edhe frika se mos popullata po fillon dhe humbet besimin të strukturës në publik dhe mund të krijojë një situatë pa precedent. Po shfaq edhe në kohën e Covidit një periudhë të tillë me refregizmin diku nga fundi i asaj periudhe për vaksinat. Kam përshtypjen, kjo është përshtypjen individuale në momentin që psoi disa mutacione virusi i Covidit, i cili erdhi duke u zbutur dhe kalimi i Covidit nuk është se kishte një problematik, atëherë fillon edhe të shfaqen që më tepër njerëzit nga vaksinimi. Por kjo si thosh tash, ky fenomen është në Amerikë. Për shembull sot që flasim kemi një epidemi të frutit në Amerikë, kryesisht në Amerikën e Jugut, në Texas, dhe kemi edhe raste të vdekjes. Pra, është një fenomen global dhe unë të faleminderoj edhe një herë për mundësinë që ti bëjmë thirrje të gjithë qytetarët, të gjithë përmbajtërit që të besojnë te programet e shëndetit publik. A duhet edhe një edukim shëndetësor më i mirë? Ja, ky emision bën atë sa mundet të bëj. Por ky është një emision i cili ndërruar dhe në shëndetësor në nivel më të detajuar, më kombëtar. Ne mundohemi të depërtojmë në çdo qelizë, në çdo familje, sepse kemi konsultat mjekësore të cilët ndërmarrin të rrjetet mjekësor. Por hir në vërtetës ne përballemi për ditë edhe me rrjetet sociale, të cilat janë shumë të pranishme sot. Pra një mesazh është për ndar qëllimisht ose edhe pa dashje në rrjetet sociale, nga njerëz të pa autorizuar mund të shkaktojë njëherë shumë më tepër dëm, dhe ne nuk e masim dot se sa dëm mund të ketë ndikuar. Vetëm kur shohim që kemi 45 raste me frut, kemi 2 raste me tetanos, kemi raste me sëmundje të tjera të cilat mbrohen shumë mirë nga vaksinimi. Pra, ne shohim vetëm atë kur dem në sipërfaqe. Ne mundohet të mbajmë lart mungesën vaksinale, por thash, duke parë një tendencë që kjo mungesë ose kjo mungesë vaksinale ka filluar të ullet pak në shifër, pra më përpara kemi pasur diku të mbi 95% të gjithë popullatës të mbërë. Çfarë do thotë kjo? Që ai 5% që nuk ka qenë mbërë u moshin nga personat të cilët ishin vaksinuar. Në momentin që ky përqindje zbret në 80%, ai shkon të komplet zinxhirin e vaksinimit. Edhe një gjë të fundit për ta kaluar pastaj diskutimin te kolegët, doktor. Përveç sëmundjes së frutit, çfarë tjetër është prezent në popullatën tonë këtu në Shqipëri, kam fjalën, çfarë është emergjente për
të qenë pjesë e programit vaksinimit dhe si kemi ne si Shqipëri këtë program të vaksinimit, si sa funksional, si shkon kjo? Mund të them që ne kemi në dispozicion të publikut rreth 14 vaksina ose 14 vaksina të cilët mbrojnë kundër smundjeve të ndryshme infektive, duke filluar nga tuberkuloza, hepatiti B, difteria, tetanozi, pertusi, hemofilus influenza, rotavirusi, pneumokoku, pra është një sër gamë madhe. Ajo që mund të them me shumë krenari është që për shembull kemi rezultate fantastike kundër hepatitit viral B. Vaksina kundër hepatitit viral B ka filluar ka saltuar në 1994 në vendin tonë. Dhe në atë periudhë mund të them që 10% e popullatës shqiptare ka qenë e infektuar nga hepatiti B. Pra është një smundje shumë e rrezikshme e cila ka pasojë të rënda dhe mund të precipitojë deri fatale. Nëse sot që flasim do fal këtij programi, kjo si tu është prevalencë e hepatitit B, është një shifër diku te 2%, që pra është 5 herë më e ulët se sa para se fillonte ky program i vaksinimit. Kemi raste me tuberkulozë, siç tha kolegu nga Kosova. Vaksina e tuberkulozës për hidropedes është më diskutueshme se vaksinat e tjera. Nuk është se të mbron me efikasitetin e vaksinave të tjera, por diskutohet që është shumë e mirë në momentin që kemi raste të rënda. Atëherë është si më efikase. Po problemet të tjera të ngjashme kanë bënë në të gjitha merat shqiptare. Po, natyrisht do të flasin edhe kolegët për gjitha këto realitete që janë në meset e tyre, në vendet e tyre. Faleminderit shumë doktor Ulçinaku për këtë pjesë të diskutimit në Pakufik këtu në studion e Radio Tiranës. E kalojmë mikrofonin për kolegët në Shkup. Po mirë vete, po me medali. Po, ja u falenderoj shumë edhe unë doktor Dritan Ulçinakun dhe tani kalojmë fjalën tek Mehmet Aliu në Shkup dhe me të ftuarin e tij. Mehmet Ali. Mirë vete, shumë faleminderit. Do vazhdojmë bisedën këtu në Radio Shkup me doktorin. Doktoru diskutua dhe në Prishtinë, në Tiranë, domethënë vaksinimi është ndër gjërat esenciale për shëndetin e njeriu, megjithatë fundit është paraqitur një skepticizëm, domethënë dhe dua përpara se të futem në problematikën aktuale që kemi me smundjet që janë aktuale, që na duan shifra, ju tani jeni drejtor mbase këto gjëra janë sekondare për ju, por do doja kështu esencialisht për rëndësinë e vaksinimit dhe pse paraqitet kjo skepticizëm që ka shumë njerëz që nuk duan për fëmijët e vet vaksinën, domethënë, por edhe për smundje tjera që përmendi doktori, siç është hepatiti B dhe smundje tjera infektive që ne nuk jemi koshient mbase për rëndësinë, eficiencën e vaksinimit. Absolutisht pajtohem edhe me pronosimet e kolegëve nga Prishtina dhe Tirana. Për sa i përket vaksinimit, unë personalisht mund të them që është një nga arritjet më të mëdha të mjekësisë moderne. Është do të thotë me vaksinim bëjmë një ndërhyrje efektive në shëndetin publik për parandalimin e smundjeve infektive. Fal vaksinimit është bërë e mundur të kontrollohen disa të çrënjosen dhe të reduktohen ndjeshëm shumë smundje të karakterit infektiv. Është fakt që në të gjithë këto ta them rekomandime nga profesionistët e shëndetit publik, do të gjitha sistemeve të shëndetësore, siç është në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po ashtu besoj që edhe në shtetet fqinje, në kohë të fundit është në rritje një, ta them, lëvizje antivaksinale e cila nëpërmjet rrjeteve sociale propagon do të thotë që të popullata të mos vaksinohen. Këtë ta quaj infodemi e kishim prezent edhe gjatë kohës Covidit, kur dim dhe jemi dëshmitar të asaj
katrahure që shkaktoi pandemia COVID-19, kur pas daljes së vaksinimit me njerë erdhë në shprehje edhe lëvizja antivaksinale, e cila propagonte që të mos vaksinohen populata. Por në gjykim faktikisht i përgjithshëm dhe përfundim i përgjithshëm i të gjithë profesionistëve shëndetësorë, se përpos asaj që populata faktikisht e kaloi Covidin, kontribut të jashtëzakonshëm dhan edhe për të pa marrë parasysh teorive të ndryshme që janë disa dhe konspirative që ndëgjohen. Mendoj që vaksinimi kundër Covidit e arriti atë efektin dhe në një farë forme çrënjosi edhe e stopoi pandemin COVID-19. Do të thënë, aktuale kemi në ato gripet mbase sezonal, por edhe flitet edhe për disa lloj sëmundjesh që janë aktuale dhe se si ne të sfidojmë këta sëmundje, siç është gripi, janë disa aktuale tani disa sëmundje. Por se i përket kësaj që bisedohet, që ne jemi këtu me shtetet fqinje, siç është Tirana, faktikisht Prishtina, Podgorica, hallet e njëjta. Nëse diçka paraqitet në një shtet, me automatizëm, pasi që kufit fizik, kur bisedohet për rastet e sëmundjeve infektive, nuk ekzistojnë. Pasi që lëvizjet janë të shumta dhe rasti i fruthit, që është i paraqitur në Kosovë nga databaza e shëndetit publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri në maj të vitit 2025, këtë vit ka dikun të 24 raste. Po të gjithë të dhënat dhe ato të dhënat cilat mund të thithen nga databaza e Institutit të Shëndetit Publik për mbulimin me vaksinim kundër pikrisht kësaj sëmundje që tangon kryesisht fëmijët, do të thotë Maqedonia dikund llogaritet edhe në ato statistikat botërore në bazë të organizatës botërore shëndetësore se është i mbuluar deri në 80%, që është e pamjaftueshëm që të mundet të vendohet në kontroll, dhe derisa nuk arrihet 95%, që besoj që kolegët epidemiolog dhe të punësuar në institutet e shëndetit publik dakordohen me atë konstatim se nuk mund të vendohet kontroll dhe gjithmonë ekziston teoria e probabilitetit për shpërthim të mundshëm të epidemisë në rastin konkret të frutit. Okej, faleminderit, mirëvetet, shkojmë me kronikën? Po, me Medali, do të falenderojmë shumë edhe doktorin në studion e Radio Shkupit dhe do të transmetojmë tani kronikën e përgatitur nga Vera Gojçaj, kolegja jonë në Podgoricë. Ajo ka bashkë biseduar me doktor Kristian Lulxhurën. E ndjekim bashkë. Mirëmëngjes dhe mirë se takohemi këtë javë në emisionin Pa Kufi. Ju përshëndesim ju në studio dhe mysafirët tuaj. Siç edhe u kemi paralajmëruar, unë sot kam mysafir doktor Kristian Lulxhuraj, mjek i zgjedhur për të rritur. Kristian, mirë se erdhët në Radion e Malit të Zi dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë. Pra, siç edhe biseduam para se të hyjmë në studio, tema e emisionit tonë të sotëm është rëndësia vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive. Vaksinimi është një nga rritet më të mëdha të mjekësisë moderne. Ai luan një rol vendimtar në parandalimin e sëmundjeve infektive, duke mbrojtur jo vetëm individët e vaksinuar, por edhe gjithë komunitetin përreth tyre. Doktor, pse është rëndësishme vaksinimi në mbrojtje ndaj sëmundjeve infektive si në nivel individual ashtu edhe kolektiv? Rëndësia e vaksinimit është jashtëzakonisht e madhe, sepse funksionon në shekulat e të mëdha, është krijuar mbetet akoma inovacioni më i mirë mjekësor i cili për parandalimin e sëmundjeve, se shpëton më shumë jetë edhe sot. Dhe është saktë se viteve të fundit cirkulojnë goxha teori apo propaganda ndryshme kundër vaksinimit, dhe kjo ka çuar edhe pak në vendin të vaksinimit të fëmijëve nga individë të cilët të tentojnë pra të besojnë lloj teorish komplote, por vaksinimi është shumë i rëndësishëm të bëhet tek fëmijët.
kjo vaksin para bat në vitin e parë dhe në vitin e dytë të jetës të fëmijëve. Cilat janë pasojat e mungesës së vaksinimit? Ta mund të çojë kjo në rikthymjen e sëmundjeve që më parë janë konsideruar të zhdukura? Po, si fruti, si shutat, si rubeola, të tjerat pra janë infeksione të cilat fillimisht pra prekin traktin respirator, do na bashkëhen në trup, në trup. Pra, në transmetimit është një pra përmes shpërthave, kontaminuar pra me virusin, cilat pra vjen në kontakt me gojën apo hundën. Fruti është pastaj manifestuar pra nga kontakti pra i parë me rrugën respiratore, shkon duke u shtirë për trup, duke u manifestuar me spuqje të fytyrës fillimisht, pastaj trupit, ekstremiteteve, pra dorëve, këmbëve, kemi pra zakonisht ka dhe spuqje të syve, që është karakteristike, cila pra dëmtimi i syve më shkojnë edhe deri në verbëri. Në fakt të mbi 60.000 pacient në vit, pra që prekin nga fruti, përfundojnë me humbje të shikimit, komplikime tira më serioze, të cilat janë dhe hipersinose, për shmonë në fjalla me pneumonia, pra infeksioni mushkërive, si dhe infeksioni i trurit. Kjo ekonomi ka më pasoj pastaj me konvulzione, me dëmtime të dëgjimit, me dëmtime të arsye intelektuale, si dhe me vdekje. Në fakt, mbi 100.000 pacient në vit vdesën pikërisht nga fruti. Shutat është një infeksion i cili prek gjendrat e pështymës, kryesisht pra gjendrën parotides, është në poshtë veshit, dhe shfasit me klinik pra me fryrje të faqeve, me dhimbje, pra dhimbje të trupit, temperaturë, lodhje, por në përgjithësi kjo sëmundje nuk bën komplikime të rrezikshme, megjithëse ka dhe përjashtime. Rubeola pastaj është një sëmundje e cila përbën rrezik të veçantë tek grashta zana. Pra fetusi rrezikon të pësojë dëmtim. Doktor Kristian, ishte kjo minutazha rezervuar në studion tonë në kuadër të emisionit Pakufi. Ju falenderojmë për përgjigjet tuaja të qarta dhe për kontributin një temë me rëndësi për shëndetin publik. Dëgjues të nderuar të emisionit Pakufi dhe Radios Tiranës, Kosovës, Shkupit e Malit të Zi, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju dëshirojmë ditë të mirë. Faleminderit edhe ju në 3 studiot dhe përshëndetje për mysafirët tuaj sot. Falenderojmë kolegen tonë Vera Gojçaj dhe mysafirin e saj, doktor Kristian Lul Xhuran. Do ta vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me doktor Faik Hotin. Doktor Faik, për shkak të kohës do të përpiqem ti përmbledh disa pyetje që pastaj të mos ju ndërpres në përgjigje. Një pjesë e prindërve vazhdojnë të jenë skeptik në rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve të tyre, qoftë nga mos njohurit për efektin që kanë këto vaksina, por dezinformimin, apo edhe për arsye të ndryshme niveli shkollimit ta ku dion. Por duke pas parasysh se këto janë edhe me rrezik për jetën për fëmijët e tyre, nëse ata nuk vaksinohen, apo edhe me anomali të ndryshme që mund të shkaktohet gjatë rritjes së tyre për shkak të këtyre sëmundjeve. Si ndikon mos vaksinimi i disa fëmijëve dhe kontakti i tyre pastaj me pjesën tjetër të fëmijët e vaksinuar, ai afekton ata? Si ndikon tek prindërit, sepse ka raste kur nëna nuk është e vaksinuar, sepse ka jetuar në një kohë tjetër, sado që edhe koha ime është vaksinuar, nuk do të thonë që ne në Kosovë kemi pasur një traditë të vaksinimit megjithatë, por kam dëgjuar raste kur nëna që ka fëmijë me fruth e ka vuajtur më shumë se sa vetë fëmia. Ka qenë në rrezik jetë, është ndoshta për shkak të moshës, edhe kontakti me nënën apo me ndonjë grua tjetër shtatzën, sidomos me rubeollën, që është në pjesën e dytë të vaksinës me frutin, nëse nuk gaboj jepet në dozën e dytë, po edhe te fëmijët të cilët kanë alergji të ndryshme, a mund të ketë kundër efekte. Ti përmbledha këto sepse e di që ju pastaj i thoni të gjitha që ta kursej kohën tuaj. Gjithmonë shqetësimi kryesor te procesi i vaksinimit janë nga te prindërve.
dhe ato janë brenga natyrshme, ne I kuptojmë ato, por ne kemi përdorur një strategji të vazhdueshme që në hartimin e politikave ndryshme që lidhen me shëndetin publik, në veçanti me aplikimin e vaksinave, ose vaksinave kushtimisht le të themi të reja, siç ishin HPV-ja, pneuma dhe rota që u aplikuan nga viti 2023, prindrit I bëjmë pjesë të procesit. Në çdo diskutim, në çdo plan veprimi që kemi ndërmarrë, kemi futur brenda grupe punuese këshillat e prindërve, në mënyrë që të kemi një zot besueshëm brenda grupit profesional I cili do të transmetojë mesazhet e prindrit për rëndësinë e vaksinimit dhe krahas këtyre ne kemi punuar edhe në një segment tjetër, kemi punuar shumë edhe me median, që është një faktor jashtëzakonisht I rëndësishëm në ndërtimin e besimit dhe në plasimin e saktë të informacionit për sigurinë dhe rëndësinë e vaksinave. Para se të them atë përgjigja për pyetjen që bëre, të themi që mediat Kosovë, përgjithsisht mediat nacionale luajnë një rol jashtëzakonisht mirë, sepse ato marrin pjesë gjatë hartimit të programeve, marrin informacionet e duhura dhe sot në mediat e Kosovës, po flasim për media që kanë ndjekje të madhe, është vështirë të gjendet ndonjë artikull apo ndonjë storie negative që flet për vaksinat. Kryesisht janë storie bashkëpunimi, storie të cilat I japin mbështetje procesit dhe të cilat kanë informacione bazike për rëndësinë e vaksinimit. E ndryshe është te rrjetet sociale ku janë më pak të kontrolluara dhe ku aty mund të përhapen edhe keq informime dhe dezinformata të ndryshme. Të lidhemi konkretisht me rastet e frutit. Është ndonjëherë paradoksale, por ne gjejmë tash ulëmtime sipër raste kur prindrit cilët janë vaksinuar me vaksinën MMR, le të themi para 30 vitesh, kanë fëmijën e pavaksinuar dhe një rast I këtij ishte në një kopsh fëmijëve dhe fati ishte që unë të isha I personi që bëra anketimin epidemiologjik dhe për mua ishte bukur befasuese që dy prindë cilët para një shumë vitesh kishin marrë mbrojtjen e vet, mbrojtjen për vete, nuk ja kishin garantuar të njëjtën gjë vajzës së tyre, madje edhe disa fëmijëve të tjerë që ishin në qerdhe. Çdo fëmijë I pavaksinuar potencialisht paraqet rrezik për fëmijën tjetër. Natyrisht po flasim gjithmonë për kategorinë e fëmijëve të cilët nuk janë të vaksinuar, sepse ata që marrin vaksinën, ata mbrohen dhe kanë një lloj integriteti tjetër në aspektin shëndetësor. Nuk ka rëndësi kontakti nëse fëmijët janë të vaksinuar, po kanë kontakt me fëmijë të tjerë që nuk janë. Kur një fëmijë mund të infektohet, një fëmijë vaksinimi me shumë tralla, sepse vaksina ka të efekt, e ka domethënë efektin parandalues. Vaksinat shpeshherë kemi problem që t'u shpjegojmë prindërve që ato kanë efekte parandaluese, nuk janë mjete mjekimi. Dhe në këtë aspekt ne nuk është I smur kur vaksinohet, sa më shumë fëmijë të vaksinuar dhe ta mbrojmë edhe atë mbrojtjen komunitare, sepse nëse në janar kemi pas raste të cilat I kemi konsideruar si raste të importuara apo sporadike, situata tash në muajin maj ka ndryshuar dhe ne kemi raste në komunitet. Prandaj kjo e bën shumë të rëndësishëm informacionin e saktë, besueshmërinë dhe punën e vazhdueshme në terren me ekipet e vaksinimit, të cilat në Kosovë janë mjaft mirë të organizuara, sepse kemi 167 sosh dhe punëtorë e vaksinimit paraqisin një prej hallkave më të ndritura të sistemit shëndetësor në Kosovë, për shkak se kanë kryer një mision të jashtëzakonshëm gjatë vaksinimit kundër Covid, por të njëjtën gjë e bëjnë edhe për vite të tëra duke aplikuar 10 respektivisht 13 vaksina tani që janë pjesë e programit të rregullt të vaksinimit. Çfarë do të thoshit prindërit që kanë frikë nga kundër efektet? Është normale të ketë pak temperaturë, fëmijët mos ndihet mirë dhe dora, po kuptojmë edhe ne kur e shikojmë qytetarin, kur e shikojmë prindrin, gjithmonë I shohim 3 kategori të njerëzve. Dhe shohim shumicën ndërmuese të qytetarëve që për fat mirë e kuptojnë rëndësinë e vaksinimit fëmijëve tyre dhe I përgjigjen pozitivisht ftesës. Kemi një grup më të vogël që ne I quajmë hezitues, por në asnjë mënyrë ata nuk janë refuzues, por me drejt kërkojnë informacione shtesë lidhur me sigurinë e vaksinave dhe kemi një grup të vogël të refuzuese me të cilët ne nuk merremi shumë, sepse nuk dëshirojmë që atyre t'u japim publicitet. Ne nuk humbim kohë të merrem me 2-3 vetë, sepse lëvizjet antivaksin për fat mirë ende janë të pafuqishme në vendin tonë. Ne atë informacion që duhet ta ndajmë me prindin, dhe nuk kemi kohë për të humbur me njerëz të cilët për arsye të ndryshme do përpiqeni ta bindni dikon që kush e di se çfarë ide ka në kokën e tij. Dhe kjo deri tash ka prodhuar rezultate të mira. Në momentin që ne shohim që një lëvizje antivaksin po prodhon efekte negative, natyrisht do të merrem me të mirë, por tash për tash si mision e kemi informacionin e saktë që atë ta dërgojmë direkt te prindërit siç është bërë deri më tani dhe t'i kthejmë ato kuota të larta të vaksinimit, të cilat për vite të tëra na kanë shpëtuar nga sëmundjet të cilat mund të parandalohen përmes vaksinimit. Nëse kishim e vlerësuar një
investim të dobishëm ose një investim i cili kthen të mirat natyrisht që ky investim kish me qenë investimi në shëndetin publik, përkatësisht në vaksinim dhe këtë gjë për fat mirë shteti ynë ka bërë në mënyrë të vazhduar dhe edhe fushata e vaksinimit kundër Covid, e cila në vendin tonë filloi e fundit në rajon, tregoj që në fund doli e suksesshme fal këtij besime dhe kësaj ndërlidhje të mirë që ekziston midis komunitetit mjekësor me prindrit. Ajo çfarë neve na ka shqetësuar së fundi është fushata kundër vaksinimit kundër gripit sezonal, ku për çdo vit kemi arritë që të kemi dikon rreth 85.000 doza në dispozicion, të cilat i shpërndajmë për grupet e rrezikut, por na shqetëson fakti që komuniteti mjekësor nuk është gjithaq interesuar që ta mbrojë vetveten dhe tash më kuptohet që nëse mjekët ose shërbimet e parë në luftën kundër sëmundjeve se nuk I kemi të mbrojtur, potencialisht mund të rrezikojmë. Kjo ka pas shumë efekte edhe gjatë pandemisë, sepse njerëzit kanë marrë për shembull me emër, mbi emër doktor që nuk është vaksinuar dhe pse duhet të vaksinohem unë, nëse ai si doktor nuk vaksinohet vetë apo nuk vaksinon familjen e tij. Ne besojmë dhe e ndjejmë këto dhe ka puna përditshme që shumica e komunitetit mjekësor janë të përgatitur, janë të motivuar, edhe dinë rëndësinë e vaksinimit, dinë ta shpjegojnë atë shumë. Pa shpjegueshme doktor që një doktor në raste të caktuara ne besojmë që mos vaksinimi I mjekëve shembull kundër gripit sezonal ose kundër sëmundjeve të tjera, të cilat duhet të marrin vaksinat, është një mesazh I keq. Për fat mirë, po shohim që në situata krize, megjithatë po nxjerrim disa përfitime, këtyre ditëve kemi pasur që ka interesim të shtuar të prindërve për vaksinimin e fëmijëve, për kompletimin e dozave kundër frutit dhe kjo është e mira që mund të nxirren nga kjo mirë, po ne punojmë vazhdimisht në shëndet publik, Departamenti I Mjekësisë Sociale ka planin e edukimit dhe promovimit shëndetësor që ti ndryshojmë disa gjëra. Për shembull, nuk duam që qytetari, prindi kosovar, se prindi shqiptar, se kushdo të qoftë, ta vaksinoj fëmijën e tyre nga frika e sëmundjes. Atë do ta vaksinoj nga nevoja për ta mbrojtur. Si preventiv. Dhe edukimi shëndetësor, jo pse dikush do të vaksinohet pse ka frikë nga infeksioni ose nga vdekja kjo. Ose pse është e detyrueshme sepse të kërkohet në institucion pastaj sikur tani që u kërkuar në përkopshte që prindrit të dërgojnë dokumentin që fëmijët e tyre të janë vaksinuar. Gjithnjë më shumë kemi fëmijë me alergji të ndryshme, ndoshta ambienti, mënyra e jetesës, pastaj me intolerancë në laktozë, në gluten, në gjëra të tilla. Fëmijët me probleme të tilla, nëse mund t'i quajmë probleme. A ka kundër efekt vaksina, a mund të marrin me shqetësim nëse I kanë këto gjëra prindrit për fëmijët e tyre pastaj që është një plus. Janë episode le të themi ko pas kohë, ka prindër që tregojnë për fëmijët e tyre që kanë manifestime të ndryshme ose sëmundje autoimune, mirë, po ne çdo herë kur kemi situata të këtilla, kemi një ndërlidhje shumë të mirë me Institutin e Alergologjisë dhe Imunologjisë dhe vazhdimisht I këshillojmë prindrit që të vinë në institutin kombëtar, vetë organizojmë procedurën, I dërgojmë fëmijën, bëjnë testime ndryshme në mënyrë që të kemi një peizazh këtu të qartë para vaksinimit dhe kushdo që vaksinohet të jetë I sigurt që po e merr mbrojtjen dhe nuk po shkakton diçka tjetër. Mirë, po nëse më lejohet them që ne kemi përcjell edhe efektet e mundshme pas vaksinale të vaksinës Covid. Kemi pas një komision të veçantë I cili ka mbledh donat për secilin rast të raportuar. Për fat mirë nuk e kemi pasur një rast serioz që të duhej t'japë ndonjë rëndësi e madhe dhe kësaj ne po përcjellim edhe efektet edhe këtyre vaksinave të reja të cilat I kemi aplikuar dhe për fat mirë kemi një komision I cili mblidhet pothuajse çdo 2 javë, analizon raportet e vaksinimit që nëse ka pasur ndonjë raport për ndonjë efekt mundshëm dhe në çdo situatë kur ka ndonjë raport që ka ndonjë element të seriozitetit shkohet në institucion, merret dosja e pacientit dhe qytetarit vaksinuar dhe hetohet se çfarë ka ndodhur. Doktor, ju faleminderit shumë për këto informacione që dhatë dhe këto mesazhe të fuqishme, besoj dhe shpresoj që do të ndikojnë në vetëdijsimin akoma më shumë të popullatës për rëndësinë e vaksinimit dhe kohën tjetër do dalëm për kolegë në studio tjera. Ja. Faleminderit një vetë, faleminderit të ftuarit tuaj, vazhdojmë bisedën në studion e Radio Tiranës me doktor Dritan Urqinakun. Doktor, unë do doja të përmbyllim këtë pjesë të dytë të diskutimit nga studio Radio Tiranës, të flasim pak për Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë, në drejtori të cilit ju jeni. Çfarë është ajo gama e punëve që me pak fjalë që bën Instituti i Shëndetit Publik në Tiranë për në funksion të kësaj tematike për të cilën po diskutojmë këtu në studio. Të falenderoj shumë për pyetjen. Ne
mundësi të flasësh për Institutin Shtetror Publik, për arsyen vetëm sepse ka një traditë shumë të mirë, është një nga shtyllat e fortë ose një nga dy shtyllat që ka shëndetësia në përgjithësi, që është një është shëndetësia klinike që si thua Majen ka qendrën universitare spitalore Nën Tereza, e dytë është mjekësia komunitare ku si thua unë kam fatin që të jem pjesë e Institutit Shtetror Publik, që është si thua maja e kësaj piramide në shëndetin komunitar. Instituti Shtetror Publik thash ka një histori shumë të vjetër, nuk mund të them shumë të vjetër, në 68 është themeluar për herë të parë, por ka nxjerrë realisht emra shumë të mëdhej dhe një emision për të përmendur dhe për të nderuar shumë shkencëtar. Të kthehemi në pyetjen tuaj. Instituti, një nga detyrat kryesore të Institutit Shtetror Publik është kërkimi shkencor. Është furnizimi i mjekësisë shëndetësisë me aspekte të ndryshme të politikave shëndetësore. Laboratorët e kategorisë së fundit, pra diagnostik dhe laboratorë referencë, është një qendër shumë e mirë trajnimi për profesionistët e shëndetësisë, për smundje të ndryshme dhe për tematika të ndryshme, dhe e fundit është si thua një bank e fuqishme edukimi për promocion shëndetësor për të gjithë popullatën. Pra këto janë ato kolonat në të cilët lundron Instituti Shtetror Publik dhe ne mundohemi të çojmë secilës pjesë në varësi të rëndësisë që ka herë njëra, herë tjetra në varësi të kohës të sfidave të ndryshme. Dëgjova kolegun pak më përpara që tha për pandeminë e Covidit, edhe instituti mbati peshën kryesore në pandeminë e Covidit që kaloi vendi jon, pa diskutim që ne kemi bërë ato analizat tona. Keni ardhur edhe në studion tonë, është rasti t'ju falenderojmë çdo herë. Është një armë shumë e madhe të bashkëpunosh me median, me radhën dhe televizionin shqiptar, të përcjellësh mesazhe komunikimi, mesazhe sigurie dhe thash është po ndjen emocionuar që nuk e kam ndjenë edhe herë peshën e këtij institucionit të cilët unë kam fatin që të falem në drejtori i këtij për disa vitesh. Mundohemi të bëjmë punë, mundohemi të transmetojmë mesazhe, mundohemi të ruajmë të sigurt shëndetin e popullatës, mundohemi të japim mesazhe politikës ku duhet të ndërhyj çfarë duhet të jenë reforma shëndetësore. Kanoni situatat. Ne skanojmë shëndetin e popullatës në vijën e klasë me studime shkencore dhe referojmë gjetjet Ministrisë së Shëndetësisë për të ndërhyrë, për ta korrigjuar të gjërat që kanë shkuar politikat e duhura. Ta akorduar, lokuar një nga fundet absolutisht absolutisht është më emergjente, ku duhet të ndërtohet një spital, ku duhet të mbyllen disa spitale sepse është problem me lëvizjet e popullatës. Pra, nuk mund të situohet të vazhdojë të kemi të tjerën pesin e Shek apo si në Fuk, me popullatën që është vendosur drejt qendrave urbane. Drejt qendrave urbane, drejt Bregdetit, sepse ky është fakti. Po, edhe diçka tjetër, punë të mbarë për doktorën që në drejtori i Institutit Shëndetit Publik. Dua edhe një gjë shkurt të diskutojmë përpara se ta mbyllim diskutimin këtu nga studio e Tiranës. E përmend edhe kolegu në i ftuar në Radio Shkup diçka për koordinimin e realiteteve të vaksinimit në vendet tona. Domethënë, a kemi një politikë paksa më të si do të them më të përbashkët në këtë sektor, në këtë fushë. Ta zëmë me homologët tuaj në Prishtinë, në Shkup apo në përgjithë të vërtetë zhvillojmë shpesh takime bilaterale, por ka ardhur koha dhe realisht mund të më lindi nga ky emisioni Hapësira e gjithë shqiptare, që ne të realizojmë tëreza gjithë shqiptare. Pra kemi të njëjtën problematik, të njëjtat smundje, pse të mos bëjmë të njëjtin kalendar vaksinimi. Pra, të merrem vesh
pa përkush, nuk kemi nevojë pra një kalendar të përbashkët vaksinimit? Çfarë mos ne kuptoni me këtë doktor? Pra si ta shpjegoj në mënyrë të thjeshtë, ose të them vaksina e hepatitit në Shqipëri bëhet në muajin e 2, të 4 dhe të 6 të jetës së një fëmie, pastaj në Kosovë bëhet muajin e parë, të 3 dhe të 6. Pra janë teknologji të cilit ne duhet të shkojmë në një linjë, sepse edhe mesazhi kur jepet te popullatës pastaj është i njëjtë. Edhe ajo karta që një ditë ndoshta si thosh ne inspiron të futemi në Evropën e Bashkuar. Evropa i ka unifikuar këto dokumenta. Pse do si unifikojmë ne një dokument, një politik, të flasim me një zë, të bëjmë një pjesë e vetvetes tonë para se të na thonë tjerë, si thosh me dhunës e pa dhunë që si duhet me detyrë shtëpie. Me detyrë shtëpie. Si ky emisioni juaj, pra është flitet me një gjuhë. Pse po sa bëjmë ne një takim, të them një vjetor pan kombëtar, pan shqiptar, se kushton vetëm çështje organizimi, çështje marrje vesh me njëri tjetrin, absolutisht. Nëse dëshira është gjë realizohet, absolutisht. Po domethënë sot shumë më tepër se dje, nesër shumë më tepër se sot. Ky duhet të jetë leitmotivi. Po. Faleminderit shumë doktor Dritan Uçinaku për kontributin në Pakufi sot. Ishte shumë kënaqësi se ishte era e parë që ju kishim në Pakufi dhe falënderimet janë të shumë fishta. Shumë faleminderit. Faleminderit në punën tuaj. Edhe ne falenderojmë shumë doktor Dritanin dhe kalojmë fjalën tek Mehmet Aliu me të ftuarin e tij për pjesën e fundit të emisionit. Mehmet Ali? Po, mirë vete, faleminderit. Kur diskutojmë me qendra tjera shqiptare, domosdoshmë shtrohet si nevojë për të biseduar edhe për këtë komponentën e bashkërendimit, si thua krijimi një qendre të përbashkët që mbase nesër për sfidat e njëjta mjekësore, sepse ju drejtoni nëse flasim për majën e piramidës, është institucioni më i rëndësishëm mbase sidomos për sëmundjet infektive, qendra klinike këtu në Shkup. Doktor, u diskutua për bashkëpunimin e këtë 3 këndësh, por edhe 4 këndësh me Podgoricën, Tiranën, Prishtinën, ka mundësi, domethënë që të intensifikohen sëmundjet bashkëpunimi sepse flasim për sëmundje për realitete pak a shumë të ngjashme në të 4 vendet tona. Pandemia COVID-19 ishte një shembull tipik i ta them kështu Shqipërisë së Bashkuar, pasi që ishin iniciativa vetanake, pastaj u shndruan edhe në institucionale ku tankos çdo rast, pasi që rasti i parë i detektuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në ato çaste më njëherë u ndërlidhem me Prishtinën së pari, pastaj me Tiranën dhe tankos përvojat të një sëmundje e cila gjithashtu është infektive dhe sëmundje e cila e tangonte të rajonin, ishim në koordinim të sipër, këmbenim përvojat dhe njohurit që kishim në atë kohë për atë lloj sëmundje dhe ishte një shembull tipik i mirë për iniciativë që edhe në vazhdimsi vazhdojmë të komunikojmë. Kur mund të flas tash në nivel të instituteve, mendoj edhe doktor Dritani që kanë kontakte bilaterale me Institutin e Shëndetit Publik të Republikës Maqedonisë së Veriut, por për sa i përket të klinikës infektive, pasi që drejtohet edhe nga një shqiptar, jam në komunikim të vazhdueshëm me drejtorin e klinikës infektive në Prishtinë, gjithashtu edhe në Tiranë dhe shpesh këmbejmë mos them edhe terapi të ndryshëm në raste kur për ndonjë sëmundje specifike mungon terapia në këtë qendër apo në atë qendër, dim që të mundet të ndihmojmë njëra qendër me tjetrën.
Kjo në fakt asocion sepse ke parasysh një rajon i tërë që filloi pandemia ishte Dibra dhe thuhet që na erdhën edhe nga një shtet fqinj atje dhe filloi si thuhesh rajonalizimi ose kontrolli një rajoni të tërë, siç është Dibra e Madhe bashkë me Dibrën me Peshkopejën e Shqipërisë. Absolutisht, ajo ishte shembulli i parë që ndodhi dhe prej atje pastaj filluan rastet të shfaqen në Shqipëri, të shfaqen në Kosovë dhe filloi tash shifrat ishin të parëndësishëm se ku ka më shumë apo më pak, ato normal që varësisht nga politikat shtetërore, shëndetësore, se kishin qasje fillimisht mireshte me përtesë, pranoheshte nga ta them sistemi shëndetësor i një shteti tjetër dhe ndryshonin qasjet. Derisa ashtu si që rriteshin numrat, unifikoheshin edhe qëndrimet dhe atëherë ishte mos them kondicio sine qua non, ishte një kush pa cilën nuk mundeshte dhe ishte patjetërsueshme të bashkëdyzohen veprimet mes të gjithë qendrave që të mundet sa më parë të vendohet në kontroll. Në Tiranë u fol për rëndësinë e institutit publik. Tash të flasim pak ndoshta 1 minutë 2 për rëndësinë e klinikës që drejtoni para disa muajsh. Keni marrë detyrën e re dhe ndoshta s'ka pasur shqiptar para jush. Edhe atëherë në kohën Covidit shumë pak infektolog në fakt kemi neve. Po, është e vërtetë që në klinikën universitare për sëmundje infektive në Shkup, nga përkatësia jemi veç 2 shqiptar. Në fakt tash unë e drejtoj, më parë normal kolegët e nacionaliteteve tjera, dhe ajo nuk pak është me rëndësi, sa është me rëndësi gatishmëria dhe profesionalizmi për bashkëpunim. Okej, faleminderit, mirëvetet. Të nderuar dëgjues, në 4 radiot publike në emisionin ton në Pakufi, bashkëpunimi Radio Kosovës me Radio Tiranën, Radio Shkupin e Radio në Malizi, diskutuan për rëndësinë e vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive. Në studion e Radio Kosovës kishte të ftuar doktor Faik Hotin, në studion e Radio Tiranës ishte profesor asistent doktor Dritan Ulqinaku, në studion e Radio Shkupit doktor Fadil Cana dhe në studion e Radios Malizi doktor Kristian Lulgjura. Këtu në studion e Radio Kosovës jam unë Mirvete Uka, bashkë me të ftuarin tim, e mbyllëm këtë emision dhe falenderoj po ashtu dhe kolegët e mi, Jaumar Gjeka në Tiranë, Mehmet Ali Jusufi në Shkup dhe Vera Gojçaj në Podgoricë. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim me një temë tjetër me bashkëpunim. Mirë dëgjofshim, kolegë.